Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para disa ditësh më është drejtuar një pyetje në lidhje me pjesëmarrjen në protestë që do zhvillohej në Tiranë për çështjen e Palestinës. Dhe ishte mendimi im që besimtarët e devotshëm të mos marrin pjesë në këtë protestë. Kam këshilluar për të mos marrë pjesë në këtë protestë. Kjo ngjalli dhe diskutim dhe disa hoxhallar të nderuar janë shprehur kritik ndaj këtij qëndrimi, kanë përmendur dhe arsyet e tyre. Unë e mirë kuptoj qëndrimin e tyre, por më duhet t'i sqaroj disa gjëra. Spari i mshoj asaj që e kam përmendur dhe në regjistrimin e parë që të përqendrohemi fort tek lutja. Lutja është thelbi i adhurimit, një nga arsyet pse bien sprovat, tragjedit, është që ne t'i drejtohemi me lutje Allahut të lartësuar. Besimtari lutjen nuk duhet ta quajt pak. Profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bërë kunut, ka bërë lutje në raste tragjedie. Të bëjmë lutje duke shpresuar se Allahu subhanahu wa taala do të ndihmojë muslimanët e Palestinës, do t'i më këmbë, do të shpartallojë armikun e tyre, do të bëjë rrugdalje për ta, do të shpëtoj nga situata e rëndë. Në këto kushte ne duhet të rrisim shpresën. Kam hallin dhe frikën se disa vëllezër musliman, për shkak se ndjekin rregullisht lajmet, mundet që të psojnë një situatë demoralizimi. Në një farë mënyrë mund të humbin shpresën se do të ketë rrugdalje, do të ketë shpëtim për këta njerëz, për këtë popull. E kam fjalën për muslimanët e Palestinës. Duhet të ruhemi nga një gjë e tillë. Padyshim që kafirat me potencialin e madh mediatik që kanë përpiqen të demoralizojnë muslimanët, madje përpiqen që t'i vrasin moralisht muslimanët. Prandaj duhet të bëjmë kujdes. Muslimani nuk e humb shpresën në mëshirën e Allahut. Innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Nuk e humbin shpresën në mëshirën e Allahut vetëm se njerëzit mohues. Prandaj nuk duhet ta humbim shpresën në mëshirën e Allahut të lartësuar, në shpëtimin që sjell Allahu, në ndihmën që jep Allahu subhanahu wa taala. Kur të bëjmë lutje Allahut për muslimanët e Palestinës, ta bëjmë lutjen me shpresë. Ta bëjmë lutjen me bindje se Allahu i lartësuar pranon lutjen, me bindje se Allahu do të mirë për këta njerëz. Me bindje se Allahu do bëj rrugdalje, se Allahu i lartësuar do ta rrotullojë gjendjen, se Allahu do t'i prish planet dhe kurthet e armikut dhe aleatëve të tyre. Sepse edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar në hadith që t'i lutemi Allahut të lartësuar duke qenë të bindur se Allahu i lartësuar pranon lutjen. Ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijaba. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, lutjuni Allahut të lartësuar duke qenë të bindur se Allahu i lartësuar e pranon lutjen. Dihet se pas vështirësisë vjen lehtësimi. Pas mundimit vjen çlirimi. Kuptohet që gjendja e muslimanëve të Palestinës ka arritur kulmin e dobësisë, kulmin e shtrëngrimit dhe pritet rrugdalje. Në këto kushte, kur errësira ka arritur kulmin dhe shpresa jon duhet rritet. Do vin rrugdalje nga Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shpresa që ne duhet kemi. Të mos bëhemi viktim e propagandës që bën armiku dhe aleatët e tij, se do shkatrohet rezistenca e muslimanëve në Palestinë, se do zhvendosen
do dëbohen nga vendi I tyre muslimanët e Palestinës, e lloj muhabetesh që I hedhin në qarkullim kafirat për të demoralizuar muslimanët, për t'i vrarë shpirtërisht dhe moralisht muslimanët. Ata kanë strategjitë e tyre, po ne lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i prish planet e tyre. Pra deri këtu kam folur për rëndësinë e lutjes. Ti lutemi Allahut. Mbështetemi tek Allahu I lartësuar se realisht ne kaq kemi mundësi të bëjmë tani në kushtet e trevave tona. Dhe të kemi parasysh që kur të bëjmë lutje Allahut subhanahu wa taala, të bëjmë lutje për tërë muslimanët e Palestinës. Se ndonjëri për shembull mund të bëjë lutje për një franksion, ose për një parti, ose për një grup. Se domethënë mund të jetë formuar me këtë lloj qasje. Domethënë me një formim sektar, sipas një grupacioni të caktuar, dhe e shikon çlirimin e muslimanëve në Palestinë, shpëtimin e tyre, rrugdaljen për ta, si një çështje sekti apo një çështje të një grupi që mund të ketë edhe probleme, mund të ketë edhe gabime. Kjo nuk është e saktë. Bëjmë lutje për gjithë muslimanët e Palestinës. Ata edhe nëse kanë gjunahe muslimanët e Palestinës, edhe padyshim që kanë, edhe nëse kanë probleme, edhe padyshim që kanë probleme, se sprovat nuk bien nëse muslimanët nuk kanë probleme. Ata janë përballë qavirave, ata janë përballë armikut tashme. Dhe ne jemi me ta. Ne I lutemi Allahu që t'i ndihmojë ata. Qofshin edhe ata që kanë gjunahe mes muslimanëve, qofshin dhe ata që kanë probleme, madje dhe ata që kanë devijime metodologjike apo më të rënda se kaq. Përderisa ata janë mbrojtja e umatit islam, atëherë ne kemi detyrë që të jemi me ta dhe t'i përkrahim ata me të çmundemi, në kushtet tona ne mundemi që të bëjmë lutje për ta, që të bëjmë lutje për gjithë muslimanët e Palestinës, që t'i mëkëmbë Allahu, dhe ta shpartallojë armikun e tyre, t'i forcojë ata dhe t'i prish planet e armiqve të tyre. Themi, o Allah, ruaj muslimanët e Palestinës nga sherri I armiqve me mënyrën që e di ti. Një vërejtje tjetër lidhi me qëndrimin ndaj muslimanëve të Palestinës dhe kundërshtarëve të tyre. Ka njerëz që mendojnë se ne duhet që të flasim vetëm kundër sionistëve dhe domethënë trajtojmë vetëm çështjen e sionistëve dhe I ndajnë domethënë palën kundërshtarët e palestinezëve I ndajnë në sionistë dhe të tjerë kështu me radhë. Këto lloj klasifikimesh dhe këto lloj analizash politike ne nuk na hyn punë. Edhe nuk kemi pse të merremi me to. Edhe pse realisht ne pranojmë që muslimanët në raport me kafirat mund të jenë në gjendje ndryshme. Gjendje paqe me qafirat, kushdo qofshin ata. Përfshi dhe hithtarët e librit, përfshi dhe xifutët e krishterët, mundet të jenë në gjendje paqe. E në kushtet kur janë në gjendje paqe, kur kanë marrëdhënie paqësore me ta, është çështje tjetër. Do respektojnë marrëveshjet, të drejtat, nuk do prekin jetën, pasurinë, e kështu me radhë. Domethënë është temë që po kemi pse me hy aq gjerë tani, sepse nuk është tema jonë kjo. Ja është edhe gjendja luftës. Kushtet kur muslimanët janë në luftë me një armik. Kur janë në një luftë me një vend, kur janë në gjendje lufte. Siç janë muslimanët e Palestinës në luftë me xifutët në Palestinë. Në këto kushte ne lutim Allahun subhanahu wa taala që ta shpartallojë këtë armik. E lutim Allahun që t'i prish planet e këtij armiku. E lutim Allahun që t'i mëkëmbë
muslimanët e Palestinës në këtë vend. Pa marrë parasysh se kundërshtarët e tyre, njëri është kriminal më i madh, tjetri më i vogël, sepse pa marrë parasysh se një kategori e tyre quhet sionist, e një kategori tjetër quhet kështu dhe ashtu, sepse ka ca hoxhallar që merren dhe me klasifikime të tilla. Që ne faktikisht kur trajtojmë çështjen nuk na hyn punë këto lloj klasifikimesh që qarkullojnë zakonisht gojat e analistëve dhe i përmendin qafirat e kështu me radhë. Ne s'kemi pse me kopjuar analizat e tyre dhe me i bë pjesë të realitetit tonë apo diskutimeve tona, e aq më pak kur ne bëjmë lutje për shpartallimin e armikut. E theksoj edhe një herë që në kushtet ku muslimanët me jo muslimanët, në kushtet ku muslimanët me jo muslimanët janë marrëdhënie paqësore. Dhe faktikisht feja jonë anon nga paqja. Ne e duam paqen, ne e pëlqejmë paqen, ne i mësojmë paqes, ne ftojmë për paqe. Në kushtet ku muslimanët janë paqe me kafirat, respektojnë drejtat e tyre, nuk i prekin drejtat e tyre, por çështja e muslimanëve të Palestinës është ndryshe. Muslimanët e Palestinës kanë një armik të egër përballë, që po i masakron. Ovrat gra, e fëmijë, edhe nuk po respekton asnjë lloj kufiri, asnjë lloj norme. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Vim ke çështja tjetër që është çështja e protestave. Disa vëllezër kanë menduar se qëndrimi im do të thotë që unë kam kopjuar qëndrimin e dietarëve në Arabinë Saudite, një vend ku as shteti nuk lejon protestat, po edhe dietarët kanë dhënë fetva që nuk lejohen protestat. Edhe kam menduar domethënë që duke qenë se ky është qëndrimi këtu, unë e kam marrë këtë fetva shablon dhe e zbatoj kështu pa u thelluar në këtë çështje në përgjitha vendet e botës. Realiteti nuk është kështu. Çështja e protestave ka shkoqitje, ka nevojë për të bërë shtjellim. Së pari, në një vend islam, ku shteti është islam dhe ku zbatohet shariati, protestat nuk janë të lishme. Sepse në këtë vend, spari demonstratat për të marrë pushtetin konsiderohen dalje ndaj dalje kryengritje pra khuruj alel hakim. Dhe ky është devijim, është haram, po nuk po thellohem me përmend argumentet mbi këtë çështje sepse është një temë shumë e gjerë. Së dyti, nëse do të bëheshin protesta në një vend ku zbatohet shariati, ku shteti është islam dhe zbatohet shariati, për të arritur një të drejtë ose për shmangur një dëm, themi se ka mjete fetare të lishme në fe për të arritur drejtat dhe për të shmangur dëmet. Janë gjykatat e shariatit, po ka dhe mënyra të tjera. Kështu që nuk ka nevojë për një mjet të tillë. Kështu që ato në kushtet e një shteti islam, protestat pra nuk janë të lishme. Protestat në vende jo islame, vende ku sistemi është sistem demokratik dhe sipas këtij sistemi demonstratat dhe protestat konsiderohen, kuptohet, demonstratat dhe protestat paqësore konsiderohen të lishme, konsiderohen të lejueshme sipas ligjeve të tyre, kuptohet. Në vende të tilla u lejohet muslimanëve për të arritur një të drejtë ose për të shmangur një dëm të bëjnë protestë, por me kusht që kjo protestë të mos shkaktojë dëm për muslimanët dhe për interesat e tyre, ose të mos vi si pasojë e saj humbja e një të mira, apo një interesi që është dhe më i madh për muslimanët. Për çështjen e protestës në një vend jo islam që ka sistem demokratik dhe ku lejohen me ligj protestat, duhet parë dëmi dhe dobia që kanë protestat.
Në qoftë se protesta mund të bëhet në qoftë se bëhet protesta për të arritur një të mirë, për të arritur një dobi ose për të shmang një dëm dhe nuk shkakton ndonjë dëm, atëherë edhe mund të lejohet dhe në këtë rast protesta është domethënë si hapja pa disë në gjykatë laike, ku nuk e mundësi me arrit të drejtën pa hap pa di në gjykatë laike apo të marrësh një avokat kafir. Dhe të tjera mjete të cilat mund të lejohen në kushte të tilla dhe ato nuk lejohen në kushtet e një shteti islam ku veprojnë ligjet e shariatit. Sipas një rregulli që kanë përmendur dietarët, el-wasilatu ghayr al-mashru'a, një mjet që nuk është i lishëm, ka mundësi që të bëhet i lishëm në rast nevoje kur nuk ka një mënyrë të lishme për realizimin e një qëllimi të lishëm. Dalja në demonstrata, dhe kjo është një çështje tjetër, dalja në demonstrata për të ngritur shtetin islam, që islamikët gjoja të marrin pushtetin dhe të dëbojnë nga pushteti laikët, është një bidat, është një metodë e gabuar, madje edhe e devijuar. Pasi mënyra për ngritjen e shtetit islam, për mëkëmbjen e muslimanëve në shariat, për mëkëmbjen e muslimanëve në tokë, është përcaktuar nga profetët, është përcaktuar nga profeti Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të ndjekim të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në gjithçka, përfshi dhe në mënyrën, në rrugën që ndoqi ai, menhexhin, tariqa që ka ndjekur profeti sallallahu alaihi wasallam për mëkëmbjen e muslimanëve në tokë, domethënë për të bërë shtetin, për të marrë shtetin dhe për qeverisur me ligjet e shariatit. Dhe në qoftë se aktivistët, thirrësit dhe në përgjithësi muslimanët nuk respektojnë rrugën e profetëve për mënyrën dhe në mënyrë të veçantë profetit tonë dhe shokëve të tij për mënyrën e mëkëmbjes së muslimanëve, ky konsiderohet një devijim. Dhe unë po përmend disa mënyra të devijuara për të marrë pushtetin, kam fjalën domethënë për të vendosur për mëkëmbjen e muslimanëve, për bërjen e shtetit islam dhe për qeverisjen me shariat, për vendosjen e ligjeve të shariatit. Po përmend disa mënyra që janë ndjekur në kohën tonë dhe që përbëjnë domethënë devijim nga metoda e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Po të shohim domethënë përbëjnë devijim nga menhexhi, rruga e gjithë profetëve. Po ta lexosh Kur'anin me këtë sy e kupton këtë çështje. Krijimi i organizatave dhe grupeve luftarake. Gjoja për të bërë shtetin islam. Profeti sallallahu alaihi wasallam shtetin e parë në Medinë nuk e ka bërë me luftë. Medinja është liruar me Kur'an dhe jo me shpatë. Ibn Qayyim libri Zadul Ma'ad i quhet pa ditur ata njerëz që mendojnë se Medinja, ku u themeluar shteti i parë islam, u shirua me shpatë. Pra profeti nuk përdori shpatën dhe nuk bëri luftë për të çliruar Medinën dhe për të ngritur aty shtetin islam. Xhihadi filloi mbas ngritjes së shtetit islam. Në mbrojtje për ngritjen e fjalës së Allahut, për mbrojtjen e drejtave e kështu me radhë. Dhe pastaj vazhduan fazat e zhvillimit të xhihadit në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Por për të arritur tek shteti islam, profeti dhe shokët e tij nuk kanë bërë luftë. Kështu që ata që kanë zgjedhur metodën e luftës janë devijuar nga rruga e profetit. Dhe domethënë unë e kam bërë një pyetje sfiduese, sjellin një citat Kur'an dhe Sunetit që tregon se profetët, në mënyrë të veçantë profeti jon, ka bërë luftë për bërë shtetin. Kjo nuk ka ndodhur. Kështu që kjo është devijim nga rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam. Së dyti, pra përmendim një mënyrë tjetër, revolucionet, demonstratat, përsëri nuk ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam shfaqje të tilla për të marrë shtetin, edhe pse kafirat i ndjekin këto metoda, por ne nuk imitojmë kafirat. Ne kemi metodën e profetit tonë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ne ka sqaruar jo vetëm besimin, jo vetëm ibadetin, por profeti ka treguar dhe mënyrën që ndiqet për përmirësimin e gjendjes muslimanëve, për mëkëmbjen e muslimanëve, për ngritjen e shtetit, për vendosjen e shariatit. Walikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin.
ولا gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Pra ka dhe argumente të tjera të cilat dëshmojnë për këtë. Formimi i partive, hyrja në parlament, kandidimi në parlament, mjetet demokratike, për të arritur kuptohet ke shteti islam. Edhe domethënë këto janë metoda që konsiderohet devijim nga rruga e Profetit sallallahu alaihi wasallam, nga metoda e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe realisht ato nuk kanë sjell hajër. Kështu që ndjekja e këtyre metodave në mjaft vende të botës islame ka rezultuar dështake. Dhe një nga arsyet pse ka rezultuar dështake është se ato përbëjnë devijim nga menhexhi i Profetit sallallahu alaihi wasallam në përmirësimin e gjendjes, në ngritjen e shtetit, në vendosjen e ligjeve të shariatit. Ja marrim si shembull Egjiptin. Unë nuk pajtohem me ata që thonë se demonstratët patën sukses. Nga fillimi në fund, fillim e mbarim, çështja e protestave, demonstratave, demokracisë, sistemit demokratik, revolucionit dhe mjeteve demokratike për të për të ngritur shtetin islam dhe për të vendosur shariatin, atje ka rezultuar dështake. Nuk dua të hy shumë thellë, domethënë se ka vëllezër që mendojnë se nuk ka pas kurthe, nuk ka pas komplote kështu me radhë, domethënë akoma mendojnë që nëpërmjet sistemit demokratik, nëpërmjet revolucioneve demokratike, pra nga shkëlqimi i këtij mashtrimi, akoma domethënë vazhdojnë të ëndrojnë, të fantazojnë e kështu me radhë. Faktikisht, ajo që ndodhi në Egjipt ndodhi për shkak të problemeve që kanë muslimanët. I jemi mësuar të dëgjojmë nga njerëzit me entuziazëm, hoxhallar me entuziazëm e kështu me radhë, që fajin e kanë qafirat, fajin e kanë armiqt, fajin e kanë munafikët, fajin e kanë qeveritarët, që nuk kanë arritur islamikët të bëjnë shtetin islam, vendosin shariatin e kështu me radhë. Faktikisht, sipas metodës së Kur'anit, muslimanët duhet i kthehen vetvetes. Në kohën e Profetit ka pas qafira, ka pas aleanca, ka pas munafik, por Allahu i lartësuar u adresoi problemin muslimanëve. Tha: "Kul huwa min 'indi anfusikum." Thuaj, goditja u erdhi për shkak të gjunave tuaja, për shkak të asaj të veprave tuaja. Kështu që ndjekja e metodave e mjeteve demokratike për të arritur tek shteti islam është një devijim nga menhexhi i Profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dikush mund të thotë, Erdogani bëm atë Erdoganit dhe kështu me radhë. Përsëri unë nuk dua të merrem shumë me pjesën me këtë pjesë, domethënë sepse ka mjaft paqartësira, përgjithësi rinia islame nuk e kupton këtë pjesë. Ka një ndjekje absolute, kupton, për Erdoganin, botën islame. 90% e rinisë, domethënë, mendojnë që ajo është shpëtimtari i madh i ummetit, edhe duhet kohë domethënë me u sqaru mjaft çështje, po unë domethënë po përmend vetëm një fakt qartë që ky njeri, edhe pse unë e quaj musliman, ky është një nga thirrësit më të mëdhej sot në botën islame në laicizëm, shekullarizëm, shteti të jetë laik. Edhe kohët e fundit ka bërë emisione, deklarata edhe në mediat më prestigjioze arabe, për domethënë që kanë ndjekjen më të madhe për faktin që shteti duhet të jetë sipas tij laik, të ketë të njëjtën distancë me të gjitha fetë. Unë kam dëgjuar shprehimisht për këtë çështje. Dhe ai ka 20 vite në pushtet, apo më se 20 vite në pushtet dhe nuk ka bërë një shtet islam. Nuk e mohoj faktin që mund të ketë bërë edhe të mira, mund të ketë ndoshta edhe ca liri për muslimanët e Turqisë, domethënë çështje që duhet parë. Por kur flasim për zbatimin e shariatit, ai deri tani nuk ka arritur të vendosë asnjë ligj në emër të shariatit, të bazuar në një tekst fetar. Ky është realiteti, kështu që duket që ideja se do bëhet shteti islam nëpërmjet demokracisë është, domethënë, sarap, është mirazh. Dhe një pikë tjetër për të trajtuar këtu është se megjithëse ne themi që është ndjekja e metodës demokratike apo mjeteve demokratike për të bërë shtetin islam për vendosur ligjin e shariatit, është një devijim nga metoda e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Muslimanët mund të përpiqen ta minimizojnë keqen,
të maksimalizojnë dobit dhe të mirat. Në qoftë se janë në garë dy grupe që kanë sistem laik, që veprojnë në kuadrën e këtij sistemi. Njëri më i mirë, tjetri më i keq, ata muslimanët e devotshëm, ata që janë kapur për sunetin, nuk garojnë për të marrë pushtetin në hijen e këtij sistemi, përkundrazi do të jenë opozit, të jenë blok kundër këtij sistemi, por nuk ka ndonjë pengesë që të votojnë palën që është më afër për të shmangur atë që është më i dëmshëm, më i keq dhe më i rrezikshëm. Kjo është ijtihadi që duhet parë. Pasi të dyja palët janë njësoj, atëherë nuk lejohet fare me votu asnjë palë. E nëse njëra nga palët është më e dëmshme, tjetra është pak më e favorshme, atëherë mundet që muslimanët të votojnë ose ndoshta të ndërmarrin edhe ndonjë mjet tjetër që të shmanget pala më e dëmshme dhe më e rrezikshme dhe të marrë pushtetin pala që është domethënë diçka më afër. Në lidhje me protestën për çështjen e Palestinës, pse këshillohet që mos më marr pjesë besimtarët pasues të sunetit, besimtarët e devotshëm në këtë protestë? Së pari, nuk kemi parë ndonjë dobi nga protestat në lidhje me këtë çështje. Kemi gati 30 vite që ngjojmë për protestat që bëhen në lidhje me çështjen e Palestinës, por ato nuk kanë sjellë ndonjë dobi. Madje edhe shumë prej atyre që marrin pjesë në këto protesta nuk kanë arritur të kuptojnë se në mënyrë që të përmirësohet gjendja e muslimanëve duhet kthehen në fenë e Allahut. Duhet largohen nga gjunahet. Ka që s'falen namaz, ka ferma që nuk janë mbuluara, ka muslimanë që nuk falen namaz, madje ka dhe njerëz me devijime, ka dhe njerëz që bien në shirk. Nuk flas thjesht për Shqipërinë, po flas për vendet të ndryshme të botës islame. Marrin pjesë në këto protesta, edhe nuk arrin të kuptojnë se ku qëndron problemi. Pse nuk po ndryshon gjendja? Pse nuk po mëkëmben muslimanët? Shkaku është se muslimanët janë larg fesë së Allahut subhanahu wa taala. Duhet kthehen në fenë e Allahut të lartësuar. Prandaj një nga problemet që kanë ata të cilët e trajtojnë në mënyrë atifie me entuziazëm këtë çështje, duke prek ndjejat dhe pa e parë, pa analizuar çështjen sipas argumenteve të Kuranit dhe të Sunetit, pa e trajtuar çështjen sipas ligjeve të Allahut të lartësuar, qofshin ato ligjet fetare apo ligjet kaunije, shkaqet që duhen bërë për të arritur deri tek fitoria kundër armikut. Një hoxh që i kupton mirë këtë çështje, do t'i këshillonte muslimanët që të heqin dorë nga gjunahet, që të kapen për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që këta njerëz që protestojnë për çështjen e Palestinës, mlidhen dhe protestojnë, shumica e tyre nuk kanë arritur të kuptojnë se problemi ka ardhur për shkak të gjunaheve të muslimanëve. Në mënyrë që ndryshojë gjendja, duhet që këta njerëz të largohen nga gjunahet. Kemi rreth 30 vite që ngjojmë për këto protesta, madje edhe më shumë se kaq mund të kenë protestat, po të paktën domethënë që kur ka filluar thirrja në vendin tonë, ne kemi dëgjuar për protestat dhe vazhdojmë të ngjojmë. E megjithatë, protestat nuk kanë sjell dobi. Kjo është përvoja e protestave. Protestat për Palestinën nuk janë bërë vetëm këto ditë të fundit, por ka vite që bëhen protesta në vende të ndryshme. Kjo është e para. Pra përvoja ka treguar që kjo lloj proteste nuk ka sjell herë, nuk ka sjell dobi. Domethënë protestat, demonstratat që bëhen në vendet e kufrit mund të kenë sjell atyre ndonjë dobi, mund të kenë bërë ndonjë të drejtë, mund të kenë shpagur ndonjë dëm. Por protesta për çështjen e Palestinës nuk ka sjell diçka të tillë. E dyta, në qoftë se muslimanët domethënë lidhur me këtë çështje, nëse muslimanët do të mendonin se nëpërmjet këtyre protestave do të nxisnin qafirat që të dalin kundër qeveritarëve të tyre. Themi krimet e çifutëve, krimet e Izraelit kundër muslimanëve janë të qarta. Po i publikon media çdo ditë. Njerëzit po njihen me to.
Kështu që në qoftë se kafirët dalin dhe protestojnë kundër qeverive të tyre, le të dalin. Madje edhe muslimanët pa informuar dhe pa ditur nëse dalin për protesta, le të dalin. Dhe në këtë rast mundet që protesta të kishte një farë dobije, sepse qafirat i kanë frikë, qafirat në vendet e kufrit flas, i kanë frikë popujt e tyre. Se nëse dalin kundër tyre, mund të rrezojnë nga pushteti, ose mund ndikojnë që një parti të humbë pushtetin dhe të vinë partia tjetër në pushtet. Kështu që në këtë rast mundet që protestat dhe demonstratat si një mjet demokratik në vende të tilla mund të jepin efekt. Sa protestat që bëjnë muslimanët në Itali, apo që do bëjnë muslimanët e devotshëm nëse do marrin pjesë në një protestë të tillë në Shqipëri, nuk ka ndonjë efekt. Që ne nuk shohim ndonjë pengesë që kafirat të bëjnë protesta për këtë çështje, le të dalin. Nëse do ketë mesin e kafirave, dhe sigurisht që ka njerëz që ndjejnë dëmshuri, u vjen keq për atë që ndodh në Palestinë, edhe dalin protestë, le të dalin. Nëse qëllimi i kësaj proteste është që muslimanët të dalin të dënojnë krimet që bën ushtria izraelite kundër muslimanëve në Palestinë, pra si një mënyrë për dënimin e këtyre krimeve, themi muslimanët kudo në botë i dënojnë këto krime, janë kundër tyre. Nuk ka musliman që nuk i dënon këto krime. Mbase ndonjëri i dënon me gojë dhe jo me zemër. Edhe ai gjykimin e ka ke Allahu subhanahu wa taala. Por mbar muslimanët i dënojnë këto krime. 1 miliard e ca muslimanë në botë. Kjo është çështje e dukshme dhe e qartë. Qeveritë dhe qeveritarët e botës islame po i dënojnë këto krime. Ata kanë të këqijat, kanë problemet e tyre kështu me radhë. Por në këtë pjesë ata po i dënojnë këto krime. Kjo është e qartë. Edhe gjithë popujt e kafirave e kanë dëgjuar që po ndodhin krime në Palestinë. E kanë dëgjuar dënimin që i bëhet tyre krimeve. Kështu që nuk shoh se ka mbetur diçka për shtuar muslimanët e devotshme që dalin bashkë me gratë e tyre, shkojnë në një protestë tillë, edhe të lidhen atje se gjoja do dënojnë krimet që po ndodhin në Palestinë, ndërkohë që dënimi i këtyre krimeve tashmë është i qartë, e kanë gojë gjithë njerëzit. Po e dënojnë qeveritarët, po e dënojnë jo qeveritarët, organizatat, nëpër media, është çështje e njohur kjo. Nëse do ndihmojë çështja e Palestinës thjesht duke dënuar këtë krim, kjo po dënohet, po e dënojnë njerëzit, mënyrat e dënimit të krimit janë të shumta dhe ndryshme dhe nuk ka mbetur vetëm protesta. A përmbajnë harame protestat të tilla? Zakonisht protestat përmbajnë dhe harame. Kanë muzikë, kanë përzierje e tjerë. Mbase protestat që po bëhen tani për çështjen e Palestinës nuk përmbajnë muzikë. Këtë pjesë nuk e di, mbase nuk përmbajnë muzikë. Por kemi vënë re që disa protesta përmbajnë përzierje, burra dhe gra. Ca vëllezër po e justifikojnë përzierjen në këtë rast, se thonë është një vend i hapur dhe përzierja aty ndodh siç ndodh, domethënë kur kalon rrugë, kur kalon në një shesh e kështu me radhë. Unë nuk pajtohem me këtë qëndrim. Them tjetër trajtohet çështja e përzierjes kur ka një tubim, dhe tjetër trajtohet çështja e përzierjes në rrugë, kur kalon në shesh, kur kalon në një treg e kështu me radhë. Në të kundërt, atëherë duhet me thënë që përzierja në Islam në asnjë rast nuk është ndaluar. Ky është një tubim. Nëse do thonë që thjesht është një kalim në shesh, atëherë nuk quhet protestë. Protesta është tubimi i disa njerëzve për të shfaqur për të dënuar një fenomen ose për të ngritur një shqetësim, për të bërë një kërkesë e tjerë. Kështu që realisht u ka një tubim. Dhe përderisa është një tubim ku ka përzierje të meshkujve dhe femrave, fetarisht
përzierja është ndaluar. Përderisa organizatorët e kësaj proteste janë muslimanë, pse nuk i bëjmë veçantë, veç burrat dhe veç gratë? Dikush mund thotë, ata që organizojnë protestën nuk e shohin ndaluar përzierjen. Ose mund thotë, ata duan që të shfaqen, domethënë, demokratik, duhet të shfaqen modernist, e tjerë. Atëherë ne themi për çfarë merremi me këta njerëz ne? Se nëse ne me gratë tona shkojmë dhe përzihemi aty, atëherë sigurisht përligjim këtë lloj muhabeti. Ndërkohë që nuk shohim ndonjë dobi të madhe nga kjo protestë. Pra, e para njëherë unë nuk pajtohem me atë që thotë se me ata që thonë se aty është një shesh i hapur dhe nuk ka problem përzierja. Realisht aty ka një tubim dhe kur ka një tubim duhet ndahen veç burrat dhe veç gratë, për tubimi i Baramit, gratë vete, burrat vete, tubimet e dijes. Profeti ka bërë mezhlis vete për gratë dhe ka këshilluar. Dhe nuk qëndronin burrat dhe gratë në kohën e profetit me mezhliset e dijes përzier. Kjo është një njohur, del nga shumë hadithe. Që unë nuk pajtohem me këtë pjesë që, domethënë, aty është një vend i hapur dhe lejohet përzierja. Përderisa ka një tubim, mlidhen njerëzit, atëherë duhet caktoj vend i veçantë për gratë, vend i veçantë për burrat dhe përzierja nuk është e lejueshme. Ne si muslimanë devotshëm gjejmë mënyra tjera për ta dënuar krimin. Ne s'kemi pse më pat pjesë në këtë haram. Qafirat nëse bëjnë protesta të tilla, ne nuk u themi gjë, sepse ata kanë probleme më të mëdha. Ne i ftojmë fillimisht në Islam ata. Para se t'i ftojmë që të heqin dorë nga gjunahet e vogla, sikur sa është përzierja. Po kështu dhe muslimanët që nuk janë devotshëm, apo që kanë ndjekin mënyra, domethënë që ndjekin metoda të gabuara, apo bidatçit, siç janë rrymat liberale mes muslimanëve, bidatçi. Edhe këta ne kërkojmë që t'i qërojmë nga bidatet para se të flasim për çështje të tilla. Ndonëse edhe mund të trajtohen me muslimanët tema të tilla, domethënë, por ne kemi fjalën për muslimanët devotshëm që mos marrin pjesë në një protestë tillë. Nëse do të kishte ndonjë dobi të qartë, nëse do kishte një nevojë të qartë për pjesëmarrjen në një protestë të përzier, që të shkojmë ne dhe gratë tona, sepse është një interes jetik. Do të mbrojmë një interes jetik, do shmangim një dëm të qartë. Atëherë edhe mundet, domethënë, diskutohet çështja e lejimit, por ne nuk kemi këto kushte. Ka edhe njerëz që kanë menduar se fetva të tilla vijnë thjesht, domethënë, imitim ndaj ca dietarëve. Unë faktikisht fola për këtë edhe në fillimin e kësaj bisede, që domethënë ne kemi parasysh qëllimin e kësaj çështje. Kemi parë argumentet, kemi parë synimet e shariatit, kemi parë anët pozitive, anët negative, përfundimin e kësaj çështje. يعني فقه المصالح والمفاسد والمقاصد والقواعد الشرعية والنظر في المآلات. Gjitha këto çështje, domethënë, alhamdulillah, kur kemi dalë me këtë qëndrim, kur kemi dhënë këtë këshill, i kemi patur parasysh. Disa vëllezër mendojnë që këta që ndalojnë protestat ose këshillojnë për të mos marrë pjesë në protestë, më saktë do të ishte të them që këshillojmë mos më marr pjesë në protestë, protestat mund i bëjnë edhe qafirat, mund bëjnë edhe, domethënë, njerëz që nuk kanë informacion fetar, nuk e njohin fen, muslimanë pa ditur që se njohin fen. Edhe për këtë thash nuk kanë pengesë bëjnë protesta, por domethënë këshillojmë për muslimanët, i këshillojmë muslimanët e devotshëm që të mos marrin pjesë në protesta. Atëherë ca vëllezër kanë menduar, domethënë, që ne që kemi këtë lloj qëndrimi, nuk njohim usulul fiqhun, nuk i njohim japim rëndësi usulul fiqhut, që janë parimet e argumentimit në shariat, që domethënë thjesht i mësojmë gjërat përmendësh, por nuk arrim të thellohemi dhe të kuptojmë këtë çështje. Faktikisht ky lloj ligjërimi, domethënë, nuk është hera e parë që e dëgjojmë. E kemi vite që e dëgjojmë, domethënë, nga grupimi politik me probleme metodologjike, mendimtarë dhe ideologët e tyre kanë dalë media, kanë bërë shkrime, libra, kështu me radhë, duke folur për dietarët e sunetit,
që këta domethënë kanë zahirizëm, këta i shohin çështjet në mënyrë sipërfaqësore, këta nuk janë të thelluar në dituri, këta nuk e njohin aktualitetin, nuk e njohin realitetin, nuk e kanë aftësinë e duhur që t'i zbresin ligjet dhe çështjet e përmendur në Kur'an dhe Sunet në realitet. Këta nuk njohin rregullat, parimet e kështu me radhë, domethënë është një ligjërim i njohur i tyre, po që realisht dietarët e Sunetit e kanë kuptuar më mirë çështjet, këshillat e tyre kanë rezultuar gjithnjë më të sakta, ndërsa qasja e ideologëve dhe mendimtarëve të grupimit politik që ka sjellë telashe dhe ka shkaktuar probleme në shumë vende të botës islame dhe ka prodhuar dështime të njëpasnjëshme në shumë vende, po nuk është vendi për të zgjeruar shumë thellë dhe ka ftuar dhe të afrohen muslimanët me shiitët. Sepse qëllimi i tyre është posti, është pushteti. Dhe prandaj diskutimet që mund ta vonojnë këtë çështje sipas tyre duhet të mjanohen. Për këtë arsye, për shembull, ata nuk flasin për shirkun e përhapur mes muslimanëve, ata nuk flasin për sektet, për bidatet. Ata nuk e quajnë problem, domethënë shirkun. Ose nëse e quajnë problem, e quajnë një problem të vogël kundrejt çështjeve politike kështu me radhë për të cilat flasin ata. Këta lloj njerëzish kanë këtë lloj ligjërimi. Edhe më vjen keq që të ketë hoxhallar që domethënë kanë një qasje të tillë që kapin këto lloj problemesh, që faktikisht nuk duhet i kapin këto lloj problemesh, edhe flasin pastaj ndoshta për dietar, ndoshta për studiues, ndoshta për hoxhallar që nuk njohin usulul fiqhun, nuk njohin parimet e argumentimit, nuk thellohen dituri, nuk i kuptojnë çështjet si duhet, nuk e njohin realitetin e kështu me radhë. Ndoshta hoxhallar, dietar dhe hoxhallar për cilin flasin mund të kenë studiuar mirë usulul fiqhun, ndërkohë që personat që flasin nuk janë specializuar në usulul fiqh, s'kan studiuar shariat, mbase mund ndodh kështu. Ose për shembull dietarët ose hoxhallarët kundër cilëve flitet, ndoshta kanë studiuar libra të usulul fiqhut dietarëve të hershëm, me profesor, nga fillimi në fund librit. Për shembull librin e Ibn Qudames në usulul fiqh, disa personat që flasin, domethënë bëjnë një trajtim për masën e muslimanëve që nuk i njohin thellë këto çështje dhe ndoshta vetë nuk e kanë lexuar një libër të një dietarit të hershëm në usulul fiqh nga fillimi në fund, që më shtjellu mirë, më e kuptu mirë. Ndoshta hoxhallarët për cilët flitet mund të kenë bërë dhe punime në gjuhën arabe në fushën e usulul fiqhut, kurse personat që flasin dhe akuzojnë për dhahirizëm e kështu me radhë, ndoshta nuk kanë bërë punime në këtë drejtim, në këtë fushë. Mbase hoxhallarët që paragjykohen mundet që prej vitesh të japin mësim në arabisht, libra të usulul fiqhut, duke i kushtuar rëndësi të madhe kësaj çështje. Kurse personat që flasin dhe diskutojnë për rëndësinë e kësaj teme, se kanë menduar që duhet domethënë të mlidhen hoxhallarët, lexojnë libra në arabisht dhe në mënyrë të veçantë lexojnë usulul fiqhun në mënyrë që të kuptojnë siç duhet argumentet e Kuranit dhe Sunetit dhe të kenë aftësi për të deduktuar, për të nxjerrë rregullat nga ajetet dhe hadithet. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që ta përmirësoj gjendjen e muslimanëve, tek e fundit kjo është një qendrim, kjo është një këshill. Nuk është se i quajë të devijuar ata të cilët marrin pjesë në protesta, por thjesht nuk kanë parë dobi tek protesta të tilla. Për këtë arsye kam këshilluar muslimanët e devotshëm që të mos marrin pjesë në to. Dhe një çështje duket e paqartë në këto protesta. Çdo ditë ka muslimanë që vriten në vende të ndryshme të botës. Në Kinë vriten muslimanë, në Burma, në Hindi dhe vende të tjera, në Siri, në Irak e të tjerë. Shiitët kanë bërë kërdin duke vrarë musliman. Kanë vrarë qindra mijëra musliman. Kanë masakruar muslimanët dhe kanë dëbuar miliona musliman nga vendet e tyre. E megjithatë nuk kemi parë thirrje për protesta.
Si ka mundësi që bëhet thirrje për protestë vetëm për çështjen e muslimanëve në Palestinë? Është e dhimbshme ngjarja e Palestinës, por ne na dhimbsin gjithë muslimanët. Gjaku i muslimanëve është i barabartë. El muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Më duket se po sillemi me dy standarde. Nuk kemi një qëndrim të njëjtë për gjithë vendet ku kanë ngjarje të tilla. Ndodhin ngjarje të rënda në vende të tjera, nuk çohen muslimanët në protestë. Ndodh në Palestinë çohen në protestë. Përse të mos e trajtojnë këtë çështje në mënyrë të barabartë? Duket sikur muslimanët po nisen nga propaganda mediatike. Një çështje që bëhet më mediatike, që përmendet më shumë në median e devijuar dhe në median ndërkombëtare, i zgjon më shumë muslimanët. Një çështje që është e vakët, që është e zbehet, që nuk përmendet në media, nuk bën që të lëvizin muslimanët. Faktikisht ne nuk duhet që ndërtimet tona, që lëvizjet tona apo që veprimet tona ti bazojmë thjesht në opinionin mediatik apo në propagandën mediatike. Dhe kjo është një nga problemet që kanë protestat. Muslimanët vuajnë vende ndryshme të botës, kanë dhimbje në vende ndryshme të botës, dhe kuptohet që dhimbjet e muslimanëve, vujtjet e tyre, prapambetja e tyre, gjunahet që kanë, devijimet që kanë, nuk zgjidhen me protesta. Por duke u kthyer muslimanët në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, kjo është një çështje që të bën çudi, pse nuk ka të njëjtin interesim nga ana e muslimanëve për muslimanët kudo që vriten. Pra, ne nuk duhet të shohim thjesht propagandën mediatike, por duhet të shohim realitetin. Muslimanët që vriten ka kudo na dhimbsen muslimanët. A do mundeshim ne, aleikum salam, a do mundeshim ne që çdo ditë të bënim një protestë? S'mundemi ta bëjmë ato. Kjo është gjendja e ummetit. Kështu që duhet të jemi realist. Çështjet e ummetit nuk zgjidhen me protesta, Allahu e di më mirë. Përmenda më lart që duhet të ndiqet minhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, duhet ndiqet metoda e profetit, rruga e profetit në mënyrën e përmirësimit të gjendjes së ummetit, rimëkëmbjes së ummetit, bërjes së shtetit dhe vendosjes së shariatit. Por pra, rruga që duhet ndiqet është e përcaktuar, është tauqifia, ka përcaktuar Allahu në Kur'an dhe e ka zbatuar, e ka ndjekur profeti sallallahu alaihi wasallam në praktik. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Pra, rruga që duhet të ndiqet është tauqifia, është përcaktuar dhe nuk lejohet që të sajojmë rrugë të tjera për të realizuar këtë çështje, për të arritur deri në këtë qëllim. Por mjetet e thirrjes nuk janë të kufizuara. Pra, mundet që të shfrytëzojmë mjete të ndryshme përderisa ato janë të lejushme, edhe pse nuk ekzistonin më përpara. Për shembull, sot ne shfrytëzojmë radion, shfrytëzojmë internetin, shfrytëzojmë mënyra të ndryshme për thirrjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk është thënë që të gjitha mjetet e thirrjes të jenë të përcaktuara në shariat. Mjafton që ato të jenë të lejushme dhe qëllimi tek i cili kërkojmë që të arrijmë të jetë i lishëm në fe. Ndërsa rruga që duhet të ndiqet për të arritur ato që i përmenda më përpara, pra për rimëkëmbjen e ummetit, duhet që të jetë rruga që ndoqi profeti sallallahu alaihi wasallam dhe rrugët e tjera përbëjnë devijim, qofshin ato domethënë mënyra demokratike,
lëvizja revolucionare, grupacionet apo organizatat luftarake e tjerë. Sqaroj këtë çështje që ta kemi parasysh me fjalë që ka ndryshim kjo nga ajo, që të mos mendojmë se të gjitha mjetet e thirrjes janë tauqifie, domethënë janë verset përcaktuara në shariat dhe nuk lejohet që të shfrytëzojmë mjete të reja, por që janë të lejueshme. Pra që të mos mendojmë kështu e bëra këtë sqarim. Më lart përmenda disa rrugë të gabuara, të devijuara, të ndjekura nga grupe të ndryshme për të rimëkëmbur ummetin dhe që kanë rezultuar dhe me dështime. Por cila rruga që kanë ndjekur profetët e Allahut, që ndoqi profeti sallallahu alaihi wasallam, është dija e dobishme dhe veprat e mira, është thirrja në Islam, në Islamin e pastër, të bazuar në Kur'an, Sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikurse e kanë kuptuar të parët e këtij ummeti. Pra me dije të dobishme dhe punë të mirë dhe duke edukuar muslimanët me dije të dobishme dhe në veprat e mira, me pastrimin e muslimanëve nga shirku, bidatet, devijimet, duke edukuar muslimanët që të zbatojnë detyrat dhe të largohen nga gjunahet, do të përmirësohet gjendja e ummetit, do të rimëkëmbet ummeti, ashtu sikur se ndodhi në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Ka thënë Imam Malik, Allahu më shëroft, la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Nuk përmirësohet fundi i këtij ummeti vetëm sa ashtu si u përmirësua fillimi i tij. Dhe dihet që profeti sallallahu alaihi wasallam për bërjen e shtetit të parë, për themelimin e shtetit të parë në Medinë, domethënë ka bërë dave sallallahu alaihi wasallam dhe Medinja u hap me dave. Ky është realiteti i njohur dhe kush pretendon ndryshe duhet sjell argument, por faktikisht nuk ka argument. Në fakt, po të studiojmë Kur'anin, do të konstatojmë se profetët në ballafaqim me elitën qeverisëse nuk kanë kërkuar marrjen e pushtetit. Nuk kanë kërkuar për tyre që të largohen nga pushteti, që ta merrin vetë profetët pushtetin. Pra Musa nuk i tha Firaunit që largohu nga pushteti se ta marrun. Dhe po kështu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në ballafaqim me elitën në Mekë nuk kërkoi për tyre që të largoheshin nga qenit krerë të fisëve. Por kërkoi për tyre besim, iman, u bëri thirrje në tauhid, në drejtësi, në moral. Këto ishin shtyllat e thirrjes profetit sallallahu alaihi wasallam në periudhën e Mekës. Iman, tauhid, namaz, drejtësi, moral. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka kërkuar prej tyre në ballafaqim me ta që të largoheshin nga pushteti. Profeti nuk kërkoi që të merrte pushtetin. Profeti nuk ka konkuruar me ta në kushte të tilla që të merrte atyre pushtetin. Sigurisht që profetët i kanë paralajmëruar, kundërshtarët e kanë paralajmëruar elitën që në qoftë se nuk do të pranojnë profecinë, nëse nuk do të pasojnë thirrjen, nëse nuk do të bëheshin musliman, atyre do të ikte pushteti, atyre do të iknin mirësitë, ata do të kapte dënimi i Allahut të lartësuar në këtë botë dhe dënimi i Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, por edhe profetët para tij u kanë premtuar besimtarëve që do të rimëkëmbë te Allahu në tokë. Dhe lajmi që i dha Allahu i lartësuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që në periudhën e Mekës u bë realitet, muslimanët u mëkëmbën, muslimanët bën shtet. Përpadyshim ky që një premtim. Mirë po, gjatë ballafaqimit profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka kërkuar prej elitës kundërshtare, nuk ka kërkuar që ata të largoheshin nga pushteti dhe që ta merrte vetë pushtetin profeti sallallahu alaihi wasallam. Kështu që lëvizjet në vende të ndryshme të botës islame apo dhe në vende të tjera për të marrë pushtetin, thirrje për të marrë pushtetin, kur ne jemi në ballafaqim me elitat sunduese, me elitat drejtuese, janë kundërshtim me metodën e profetëve të Allahut. Janë kundërshtim me metodën kuranore. Po të shohim ballafaqimin e profetëve me elitën e tyre, askush prej tyre nuk ka
bërë domethënë kërkesë që largohuni nga pushteti që se do ta marrim ne. Për që këtu ka një pyetje sfiduese për ata që merren me lëvizje të tilla apo për krahun lëvizje të tilla. Që e përmendin domethënë studiuesit e përmendin njerëzit. Kjo pyetje domethënë konsiston në faktin që nuk ka një citat, nuk ka një argument që tregon se profetët janë ballafaquar me elitën për të marrë atyre pushtetin, duke u kërkuar atyre që të lënë pushtetin dhe ta merrin vetë profetët. Dhe nëse dikush pretendon se ka argument që profetët janë ballafaquar për të marrë pushtetin kundërshtarëve, atëherë ta sjellë argument. Le të sjellë një citat që profetët e kanë ndjekur këtë metodë, por faktikisht nuk ka. Dikush mund të përmendë tregimin e Jusufit alayhis salam, por marrja e postit nga ana e Jusufit alayhis salam nuk ka ardhur në kontekstin e ballafaqimit me elitën sunduese. Pra, nuk ka qenë Jusufi alayhis salam në ballafaqim me mbretin apo elitën e atij vendi për të marrë pushtetin. Pushtetin ja dha Allahu i lartësuar në një kontekst tjetër. Nuk është në kontekstin e ballafaqimit, dhe ne po flasim për ballafaqimin. Ballafaqimin për pushtet mes thirrësve dhe elitës sunduese. Për këtë s'ka argument Kur'an, as në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Musa alayhi salam qëndroi një periudhë gjatë në Egjipt. Edhe nuk kërkoi Firaunit që lëret i pushtetin se do ta marrun, derisa Allahu i lartësuar gjykoi mes tij dhe mes Firaunit. Allahu i lartësuar shpëtoi Musain dhe banu Israilit e mbyti Firaunit dhe ushtrinë e tij në det, edhe u mëkëmb Musai dhe banu Israilit në tokë, bën shtet. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam periudhën e Mekës nuk kërkonte, madje i ofruan pushtet dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e pranoi atë propozim. Po profeti u bën thirrje në iman, tauhid, namaz, drejtësi, moral. Derisa Allahu lartësuar gjykoi mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kundërshtarëve të tij dhe profeti sallallahu alaihi wasallam bëri hijret në Medinë. Edhe nga tregimi nga ajo që përmend Allahu lartësuar për profetët në surën Ibrahim, mësohet diçka e tillë. E kam përmendur në fillimin e këtyre trajtimeve që ne muslimanët bëjmë lutje për muslimanët e Palestinës. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka dhe gjëra e çështje të tjera që mund bëhen në favor të muslimanëve të Palestinës. Unë përmenda çështjen e lutjes për shkak se muslimanët e trevave tona këtë kanë të mundur tashmë. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka dhe gjëra të tjera që mund bëhen kundër armikut. Në kushtet kur kjo është e mundshme. Nusë Allahu subhanahu wa ta'ala që ta përmirësojë gjendjen e ummetit, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.